momentin përfundimtar të diplomimit të gjithë kandidatëve dhe kursantëve të UEFA-s B, vazhdon projekti i Federatës Shqiptare të Futbollit, ku licenca shkon tek trajneri, jo trajneri tek licenca, dhe në projektin ton të gjithë zonave që mbulojmë me UEFA-n B, është kursi i dytë që zhvillohet i këtij niveli. Ishin përfaqësues të klubeve, trajner gjatë në terren, por dhe futbollista profesionistë të cilët do t'i shërbej me përfundimin e karrierës futbollistike, do t'i shërbej në vazhdimsinë e tyre për të ndjekur rrugën e bukur dhe të rëndësishme të trajnimit.